po t'ishte me 1 gram gjaku shqiptar dhe me 1 gram demokrati Edi Rama dhe qeveria Rama do kështë dhënë dorëheqjen sa filluan demonstratat e para. Ne shikojmë botën e zhvilluar demokratike që gjoja ata pretendojnë që populli e do, po ata nuk e duan, se duan të jenë mbretët e Shqipërisë, sepse Parlamenti Evropian ka vënë alarmin dhe ka botuar zyrtarisht materiali që hedh poshtë për 103 leje të kundërligjshme në 43 zona nga Butrindi në zvonesë e Tiranës, dhe Tirana jo vetëm që nuk janë ullën ato, po vazhdon dhe ku procesat janë lykur në qiell dhe je paketën e madheve dhe investitorët e tia mafjes shqiptare të huaje, investitor strategjik. Pra, ai ka hyrë një strategji që nuk se do të mbrapsh, i komanduar nga Detja dhe nga të tjerët. Dhe Europa tani atë e njeh mjaft mirë kush është, ka bërë raportet, po Europa nuk do rëmbej armët të rrëzojë Tiranën. Europa ja bën të qarta popullit shqiptar me dokumenta që nuk është dakord me kreditari antikombëtare, anti-shqiptare të Tiranës, gjoja me strategjinë e zhvillimit për kolonializimin e Shqipërisë, me gjoja investitorët dhe Amerika më në fund e botoi zyrtarisht në faqen zyrtare të Ministrisë së saj qëndrimin dhe vlerësimin që ka qeveri. Kolonel, por i takon popullit shqiptar, institucioneve të shtetit shqiptar të zgjidhin krizën e brendshme. Ata bëjnë vlerësimi zyrtar dhe aq i takon. Pra, me vlerësimin zyrtar që bën Bashkimi Evropian nëpërmjet Parlamentit Evropian dhe në së fundi Amerika i thot popullit shqiptar, ne nuk e vlerësojmë dhe nuk e duam qeverisje, por me ligj i takon popullit shqiptar të zgjidhë krizë. Kjo është demokracia. Kolonel, kam dhe diçka përpara se ta mbyllim me protestën tek marrëveshjet ushtarake. Ne kemi ala strategjik SBA-n, Turqinë, Italinë, pra po flas 3 që na kanë edhe ndihmuar në periudha të vështira. Si është raporti i investimeve të tyre në Shqipëri? Sepse kemi parë që ka hyrë dhe Izraeli fuqishëm, duke ka parakaluar këta 3. Edi Rama nuk ka bosht të politikës jashtme dhe diplomacisë shtetërore, sepse nuk funksionon shteti. Ju dini mjaft mirë marrëdhëniet e bashkëpunimit të fushat e sigurisë të botës me Turqinë që nga viti 92. Dhe shumë marrëveshje që kishte bërë bashkëpunimit fush. Dere më me Italinë që avash ato u zvogluan. Ai ka braktis Turqinë, ka braktis Italinë dhe shfalur te Netanyahu, i cili në çdo moment mund të arrestohet nga gjykata ndërkombëtare që ka marrë vendimin për arrestimin e tij për krime kundër njerëzimit, dhe me Izraelin ka përqendruar të gjithë marrëveshjet e bashkëpunimit ushtarak dhe industrisë ushtarake, që nuk jep asnjë siguri mbrojtje Shqipërisë. Dhe mbriti në kulmin e këtyre marrëveshjeve që ai fali Sazanin për Kushnerin, i cili është bërë objekt diskutimi në Senatin Amerikan për korrupsionin që ai person ka dhe kush më shithet mastia me marrëveshjet leshe që ka me vendet arabe dhe të tjera. Pra, me Shqipërinë po lozet hapur me mafia, me huaj dhe shqiptare, dhe Shqipëria është në udhkryq, me dhimbje, duke qenë se gjithë arsimimi, kultura dhe fusha ime është në fush, Shqipëria sot është në udhkryq. Nuk merr vesh marrëdhëniet me NATO-n, nuk merr vesh me shtetet e alatëve strategjik, është orientuar dhe komenduar nga të huajt, të cilët një ditë të bukur Shqipërinë po çojnë det shpërbërjes. Prandaj, i faleminderit Amerikës që më në fund të botoi në faqen zyrtare vlerësimin që i bën kësaj qeverie më të korruptuar
më të inkriminuar i faleminderit Parlamentit Evropian që ka botuar zyrtarisht dhe ka bërë ftyrje Edi Rama të largohet nga kjo politikë e cila përduton Shqipërinë, por në fund të fundit Shqipëria shteti i pavarur ka kushtënërtuar e saj dhe zgjidhjet duhet i bëj populli shqiptar. Pra kolonel, ju po më thoni që ambasadori i ri tani edhe simbolikisht mund vinë me këtë raport në dorë në Tiranë. Ambasadori është varësës i departamentit të shtetit dhe është detyruar të zbatojë një me një ato që departamentet e shtetit kundër të kthejnë urgjentisht në Amerikë. Është shteti organizuar dhe kontrolluar amerikan, nuk çorp si Shqipëria. Kolonel, edhe diçka të lutem, po Rama në mes të gjithë kësaj situate, se nuk kemi folur nga momenti që e publikoi atë manifest, kërkoi besën e shqiptarëve për një kthes thaj. E ka për propagandë këtë, si hyn besa këtu? Ne bashkë kemi folur në aspektin ushtarak dhe diplomatik, po ai na kthej te kanuni. Me pjekurinë që kam dhe sot për thonë vlerat që kam treguar, nuk ma do të kur zëmëra dhe shpirti që të shprejmë ku në kryeministit të vendim. Por, jam i detyruar që gjitho ko kam reaguar, sepse kryeministi ka dalë çdo lloj bese nga Shqipëria. Kryeministi i Shqipërisë jo vetëm ka mashtruar shqiptarët, po ka vënë pikpyetje ekzistenciale Shqipërinë, para problem madhor. Ai njeri tani ka humbur çdo lloj vlere dhe bese. Dhe siç e thash fillimisht, po të ishte i pastër, i do të kemi një herë. Po pikërisht sepse nuk është i pastër, dhe ka rënë shumë thellë në këtë situatë ka kaluar Shqipëria, ai përpiqet ta mbajë me gjithë format antidemokratike, antiligjore, prezencën e tij e cila do t'i sjellë pasoja shumë të rënda vendit. Largimi e Edi Ramës është imediate, sepse siç e shikoni, kombi shqiptar brenda dhe jashtë vendit nuk tërhiqet nga protestat që ka filluar. Ka ardhur momenti që kjo lëvizje e madhe kombëtare të nxjerrë në krye të saj intelektualët e vërtet panshëm dhe të krijojë partinë më më dheu për shpëtimin e dheut dhe të shirojë Shqipërinë nga sistem korrupsioni, kriminalitet organizuar dhe këtyre politikanëve sipas ligjeve tu tregojë vendin aty ku meritojnë. Shqipëria duhet shiruar nga shqiptarët. Ne nuk e kemi të keqen nga të huaj. Ne kemi të keqen nga koka e Shqipërisë. Shqiptarët do vazhdojnë të shirohen dhe të tregojnë vendin, sepse nga një vend shumë i pasur me burime natyrore në toksore, bitoksore, është vendi më i varfër që krahasohet me Afrikën e Veriut për shtresat e mesme dhe të varfëra. Imagjinoni, 106.000 lekë të vjetra pensionin në fshat, mesatar, 206.000 lekë të vjetra në qytet, për 780.000 pensionistë, ndërsa deputetët marrën 4.800.000 në muaj lekë të ardhura, lere më burimet e tjera. Dhe kur dalin në pension, përveç pensionit 800.000 euro sot dalin, marrën 2 milion lekë, më thënë pension suplementar. A kuptoni? Është krijuar një kast oligarki që po i pi gjakun popullit shqiptar. Ndërsa do vite shehu dje. Ju thatë kolonel, po, yes. Po, shehu në pamjet jashtme duket një veprim i pa matur me deputet, por është një reagim i ashpër, ka si shkeljes kushtetutës dhe dhunimi të drejtave ligjore që kanë deputetët për njohjen e dokumentave që diskutojnë në kuvend dhe që duhet të jetë transparente. Jo vetëm transparente në kuvend të dashur gazetar, po marrëveshja do të jetë transparente komplet në popullin shqiptar, që është populli shqiptar me taksat e tij do të paguajë këto lekë që nuk e dim se sa është përqindja vjetore mbi 302 milion euro që të paguaj me gjakun e tij popullit shqiptar. Pra,